janë këto emisione të ropshimat e televizioneve, s'kan lon kurve skorte pa e marrë në televizion, ju shifsha motrat, o televizione kurvash, që na keni qa karin, nuk keni lon baxhell, pa na i marrë në televizion, nga i 100 euro, e kanë rrit pazarin qien me 500 euro, tani ju shifsha motrat juve televizionet, ju shifsha rrathën më në pjell. Merrni baxhellat, tu i marrë në televizion aty kurvat, edhe na shani ne TikTokut, ju shifsha rrathën më në pjell tanë televizioneve që merrni baxhella edhe i promonconi. Qa pjellin e motrës quhet, se s'ja dia se emrin, promovim, ju shifsha rop, juve të promovimeve, ju shkërdhefsha motrën, merrni këto kurvat e rrugës, janë 150 euro, pse i prish një punë çunave, më ju shifsha motrën, rrisin pazarin, jam influencer unë, o të shifsha rop, qa influencer e ti më të shifsha rratën pjell, ti s'ke buk të shpije më të shifsha rop, jam e famshme, unë jam VIP, ju shifsha motrat, juve që queni vipa që sjeni, ju qifsha nerin e shpis, nuk keni vipa ju, motrë qima, ju jeni pa buk të shpia, ju qifsha motrat, o ropë qime, ju puno baba e nona për 200.000 lek në muj, o ju qifsha fisin pjell, qa vipa që jeni ju, pjell motra, vip, ju s'keni makine, ju qifsha ropë me hec, o pjell motra, ti esh vip, duhet kesh kushte, duhet kesh kushte, ju shifsha motrat, ju vipa pidhropsha, që vipe dhe vipa, që queni vipe ju të quajtur, që queni nga vetja juj, se queni vip, queni mund vip, unë jam vip, ju shifsha rop, po lajmë në për Mikonosa, çdo vit Mikonos, pushime, jetë luksi, jetë shmenme, makin, krejta gjonat e mira që ekzistojnë, i kam, jam vip, po jo ju, thush ti vip, për qa e vip, ti se qi është e pili e të shifsha rop, vipe, jam vipe, unë mami të punu pastruse, të qifsha rop mu më pjell, mami të fshi, ti të qifsha rop, thu jam vipe, të qifsha motrën mu më pjell, po s'ka dal në njoni, me ju digeneru ju, qa makine këta shi, së që teta plako kam, a do me ta drëgu, pjell motre, për her kam pas makina unë, edhe kur s'kam pas lek, jam vipe, ju qifsha motrat në pjell, qa vipe jeni ju ere, zhullë se ju qifsha motrat, qa vipere, mami pastruse, qifsha aro për 150.000 lek, tu fshi shkall palati, ti dene për Instagrame në nëzirni qanta e pjellin e motrës ju që në nëzirni aty, ju qifsha rap, ju qifsha motrën pjell, ju qifsha rathën mungoj, Hermesa, në nëzirni edhe qantat Hermesa, Cartier, të qifsha rap ty dhe Cartierit, pjellë rap shu, se të qiva rap, pjella motre, jam vipe, influencer, ju se na fuqë ju jeni kurvat, influencer dhe kurvave, ju qifsha racën pjell, nuk jeni ju vipe, të punu plaka pastruse në për shkalla, ju qifsha rëp në goj, vipe, qa vipe mërë të qifsha vipe në goj, vipe duhet kesh kushtet quesh, si që e mund po, unë jam vipe plako, pse do të urti që jam vipe, makin kam, jetë luksi, jetën që boj unë nuk e bëjnë do të asta bilionerat, që kanë biljarda, se bëjnë do të jetën time këtare. Unë me kaq lek sa kam edhe i sfidoj. Tanë bosat e Shqipëris, i sfidoj për jetën që bëjnë. Na kupton, e kanë ndër jetën time. Se bëjnë do të jetën time, sa do lek të kenë se s'kan tru. Kurse unë me pak, jam më fort se ata. Njofun njerë që kanë nga 20 pallate, nuk i jep çuni 2000 lek varikarin, që duan lek ka lekaj, të shi lekët mungoj, të shi lekët. Që duan lekët, ka lek si jep çuni 2000 lek. Rrot kari. Ma kari mu për lekët e tuja. Tani, për vipet, nuk quesh vip një femër që qiet me lek për 50 euro, edhe për 100 euro, dhe merti në emision aty, dhe qiet me 500 tani, dhe thot jam vipe se kam dalë në televizion. O të qifsha motrën, ty dhe televizionit, ju qifsha motrat, nuk jeni vipe ju. Do t'ju shi motrën juve që promovoni këto kurvat edhe rëpshimat, bënë njoni në i gjë e meni ju në TikTok, kush është influenceri i famshëm. Po për qa është i famshëm ai, se po fut gishtin mbyth në live, ju shifsha motrat në pjell, ose mi Dubai, ku je, o Karderveni. Erdi Baca. Isha të të përmen Baca, shparë, për mirë. Respekte. Baca. Karder, plako, që ku e ke bosin e malë? Që ky po? Që ky ka leko, plako?
Që ky ka lek, s'kena që me i thënë qëti. Kështu, tani, baca a vip. Po baca a plako, baca është qaj dokari plako. Ma kupton. Baca është baca. Bacën, e di pse e respektoj Semin? Arsye që unë e respektoj. Nuk e respektoj për lekët, se unë si kam marrë një lek Semi, të shumë. Rëpt e modra, si kam kërku një lek privat që ku e keni këtu. Kur një time si kam kërku lek. Edhe atere që i kërkova ato ishim... S'ja kërkova, rëpt, i thash do të bëj tatuazh. Po lek si kërkova, me rëp shpije. A kupton, pa e dje që do mjepte. Do i thoja, unë ta bëja tatuazh, pasha tani vlla, do lash pa këto sikletë. Që ka? A i që ka tatuazhin ta, do më një moda i, a kupton. E në prap nuk i thash. Por për hall doja me e bo, se më duheshe një 100.000 euro, tash ta bëj varikarin, se më duhe majt një shpinë, tatuazhin më duhe bo. Edhe kisha me e majt, me rëp shpije, tani jetën kisha me e majt, jo me e fshi, se thoshin ca meja legat edhe fshije. Semi Dubai, ngjo këtu. E di që më thoshin, bëja tatuazhin e Semi Dubai, meri legat edhe fshija. A kupta, po unë nuk kisha me ta fshi më vdek motra. Për kokë qunat nuk kisha me ta fshi kur. A kupta? Ja ku është Semi Dubai. O Semi Dubai, për kokë 2 çunave nuk kam pas me ta fshi. Ftyrën kam dash me të bodi. Me ftyrë. Me ftyrë. Më thoshin, meri legat e fshija. Për kokë familjes. Unë s'jam byllqirë. Kush të thojke? Asem, unë spion s'jam. Unë mund t'jem më legeni, aman vlla. Mu më kanë spionu, o Semi Dubai, më kanë spionu sy për sy, për kokë çunit. Më kanë spionu o plako. Por spioni për balë, tu më spionu. Unë qa nuk dija për atë dhe nuk e kam spionu. Sepse nuk është se du me bo si qunë me sedër. Po mund t'jem quni më kur, vla, e Shqipëris, aman spion, nuk jam, vla. Nuk e bëj dot këtë gjë. Po më thoshin meja legat dhe fshija. Për kokë 2 kalamajve, për këtë, qa do të bëj? Se ka mas një buk tu, jo, që ka bukar. Për këtë buk. Që ku e ke? Mos rej, se s'jam legen. Për këtë buk, mi nëzot sy, nëse nuk më thoshin meja legat Semi dhe fshija tatuazhin. Unë i thosha jo. A i ke nga Italia. Jo, për lagu, unë s'jam në Itali, jam në Shqipëri, vlla. Kush ka thënë ty që jam në Itali? Jam tuar në Dubai, o Semi. Dubai. Shi Semi, pa blokur. Ajo e dinti. Se di për ka pathurët. Për ranjen pëthue. Pa ja ma vërë ku me shkone te mërë. E ma e ndërëzi, ose ma kujto se besoj ka shkollaj unë. Unë jam njëriu që s'besoj kur në botë, ose. Ta themi gjë, kur mos i beso kujt. Kush të kaftu? Ja, s'kam shkurë. Pas si këme shku mërë se më burë. Kam bë shaka që i kam thënë do vijë, bu që me shku, ose. Unë si kam bes tyne që kam vesh. Si kam bes plakës time, plaku tim. Jam shumë njëri që s'besoj. Jam shumë i djallësum. Nuk besoj kollaj. Kur nuk besoj. Jo kollaj, po s'besoj kur. Gjithë njerëzit më duke si ku po ma fusin. Gjithë. Se të gjithë ta fusin sot. Ti e di shumë mirë këtë punë. Ti e di shumë mirë sem se si janë njerëzit. Gjithë osem ta kesh ka unë. O vlla, mos i jep herë lek njerëzve bu. Shive kush do të respektojë vlla. O vlla, në moment që ngushton lekët, nuk njerëzit janë interesatçik. Edhe unë është, po them që jam unë një burr më i mirë, se edhe unë kokra legenit jam po. Po të them tamam. A kupton se edhe unë legen jam si këta. Se jam burr më i mirë, jo. Po du të them o plako që mos i ki bes askujt, sidomos kur ke lek. Gjithë munohen si me të kap lekët. Gjithë menin e kanë të ty me ta fut o plako. Nuk e ka njëri menin me thonë, me qenë ti sa do i mirë, me qenë njëri më i mirë i botës, prap munohesh me ta fut. E kanë menin vetë me ta fut o plako. Sepse kështu është njerëzimi. Jemi njerëz. Qa është njerëzimi, janë njerëz të poshtër, të pa besë. Kupton? Gjithë. Gjithë. Kështu që mos i ki bes askujt. Ore, edhe vllai jot, ore edhe unë të kem, edhe fëmia im, mos me pas nuk më do, o plak. Si çdo kur ke. Më ngjo mu. Po pra po, ja futen vetës. Po normal e re se të... Po pse, koti e ti këtu ku je? Nuk je rasisht ti këtu ku je, plako. Pse s'ka lek dikush tjetër, lekun ta. Se ka kush. Ti ke lekë, vlla, me fakte.
ke lek me prova, vlla. Unë kam respekt, kam gabu herë me ty, kam thënë 1 miliard herë, më falë se kam qenë shumë rëndë më vtek familja, nuk e di se si. Unë kur pi, po a ditë kam qenë ekstrem, 1 miliard herë të më falë, rëp të shpis, edhe me taku, tulem gjunjë të kërkoj falje, nuk kam turp, kam bë gabim. Tregoj pak se nuk e din Mileti, si se di Mileti, osem, ti je, unë ti këtu, unë të kam pasë, unë nuk jam njëri normal, o baca sem, mbesor, nuk jam njëri unë, në plako, nuk hyte njerëzit. Merë janë goj Semit, po Semit do t'ja marrë, qif sharop, kej nati? Semit, po. Semit, po. Pse kej nati? Merja tim rapa me. Osem, kemi nejtë bashkër, unë ty kur takoj, pa shakokën e kalamajve, do t'ulem gjunjë, vlla, do t'them fal. Me rëp shpije. Se të kam pren bes, jam të rëgut që unë i pa ftyrë me ty, legen, me rëp shpije. Ose kur takoj dhe më pështym ftyrë plako, se e meritoj të më bështysh. A kupton se, më ke dhanë leke, më ke dhanë buke. A kupton buk. Lek janë ato, buk kam blerë. Më ke respektu, erdhi puna, fola për ty kesh. Nuk është se ashtu, po isha, nuk isha vetvetja, se t'isha vetvetja më botë. Po nuk e di se qa pjedhin e somës më kapi. Isha dhe i stresu më se, më kisha 500 euro borë që plako. Unë prisja me të bot tatuazh, ty me la hallet, ti fillove të talë karin, u mërzita rëp, tha shik nuk e duas ndihmën as nga ky. Ta thënë vërtetën, kjo është historia e vërtet, për kokë çunit. Unë doja me mnimu, ti fillove të më vanë loj të më talë, në për lajfe, të më thënë ma kërko këtu nerin e të bëksh, unë jam i zjut, ose më nuk jam njëri, jo vlla. Unë po ta them që unë nuk jam rob. Ti më thuj, ose jam rob, nuk jam njëri unë, vlla. Dhe po të them që ti e plago, me aq sa kam kuptu unë me ty se truni im, që psikologjisë çdo lloj gjëje, ti e plago je njeriu më pjesome që kam pa në herë dhe ti këtu hy vetëm tall kari në shoku. A kupton? Ti tall vetëm kokën e karit tu. Ti tall kari në plago këtu. Të kam studiu unë ty. Unë të vi të shoh ty. Je vetëm person që vi hum kohën time duke të pa ty. Du me të ble. Du me të ble o plago. Dhe pranaj të shoh. Du me të pa trunin. Dhe shumë herë të kam pa. Të kam pa që ti je tip që do të vetëm tallësh karin. A kupton? Me të gjithë. Edhe tallti. Me stil pa stil, tallësh. Unë të njofti tallë vetëm kari. Nuk të ha kari fare. Miliarda ke. Thojnë njerëzit qa bo ky. Shumë njerëz më thojnë mu. Më pyesin për ty. Po ta shoh se bateri kam. Për qa më pyesin për ty. Me pa karikusin. Ja, i sekund, se